Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kuj do t'ja merrte mendja se gjethet e rushit do të kuronin reumatizmën dhe inflamacionin. Gjethet e rushit janë në pjesë pa mohueshme e gatimeve të shijshme mesdhetare. Ato janë tepër popullore në vendin ton, sidomos për dashamirësit e japrakut ose dolmës. Por gjethet e rushit kanë edhe përdorime të tjera mirëbërëse, të cilat do t'i gjeni në këtë video. Të gjethe janë të pasur me vitamina dhe minerale. Ato i gjejmë të paketuara në enë të ndryshme, por varieteti më i shëndetshëm është padyshim ai i freskët. Gjethet e rushit shijojnë edhe shumë kur zjen në avull ose në ujë. Sipas ekspertëve të Health Shoots do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni prej tyre. Gjethet e rushit janë në një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacionit. Gjethet e rushit luftojnë inflamacionin. Inflamacioni kronik është faktori kryesor i disa sëmundjeve si ato të zemrës dhe Alzheimerit. Inflamacioni shkakton edhe artrit dhe sëmundje gastrointestinale. Stili i jetesës dhe genet janë kontribuesit që shfaqen në zhvillimin e inflamacionit, por një ushqyerje e shëndetshme me ushqime që nuk shkaktojnë inflamacion është strategjia më e mirë për të qëndruar larg sëmundjeve të dëmshme. Vlerat e ushqyese të gjithëve të rushit janë të larmishme për organizmin. Njerëzit që janë të kujdesshëm me peshën e tyre duhet të përdorin gjethet e rushit sepse ato përmbajnë shumë kalori. Në 5 gjethe gjenden 14 kalori. Gjethet e rushit janë një burim i mirë ushqyesish. Aty çdo të gjendet vitamina C, vitamina E, A, K, B6, përfshirë niacin, hekur, fiber, riboflavin, folat, kalcium, magnez, bakër dhe mangan. Një racion me gjethe e rushi nuk përmban as yndyrë as kolesterol dhe ka pak natrium dhe sheqer. Do të keni nivele të ulta të glicemisë. Një racion me gjethe e rushi ka shumë ushqyes dhe ndikon në kufizimin e nivelit të sheqerit në gjak. Ai mban në vëzhgim sheqera në gjak dhe është i rëndësishëm veçanërisht për ata që vuajnë nga diabeti që duhet të kontrollojnë ndikimin e çdo ushqimi në nivelin e sheqerit. Një njeri i rritur dhe shëndetplot duhet të ketë nivele glicemike në 100 ose më pak. Rrjedhimisht gjethet e rushit janë në një zgjidhje shumë e shëndetshme në këtë aspekt. Ato kanë përfitime të mira kundër problemeve kronike të venave. Një studim i vitit 2010 nga Departamenti Dermatologjisë në Universitetin e Freiburg në Gjermani doli në konkluzionin se ekstraktet e gjettheve të rushit zvogëlojnë edemat e personat që vuajnë nga pamjaftueshmëria kronike e venave, një sëmundje kronike që prish ekuilibrat e qarkullimit të gjakut. Kur gjaku has pengesa dhe nuk arrin dot në zemër, këmbët enjten dhe preken nga edema. Zvogëlimi i edemës do të ulë barën e rënd për venat dhe për sistemin vaskular. Ka përdorime të mira kundër reumatizmës dhe problemeve të tjera. Gjethet e rushit, veçanërisht ato të rushit të kuq, janë përdorur prej shekujsh për probleme në mjekësinë bimore kundër dhimbjeve të kockave, citon dhe Health Shoots. Gjethet e rushit përdoren si çaj gjithashtu kundër problemeve të diarres, hepatitit, dhimbjeve të stomakut, reumatizmës, dhimbjeve të kokës dhe të etheve. Ju mund t'i thani vetë gjethet e rushit duke i lënë ato në diell. Gjethet e rushit të thata mund të zihen në ujë ose të pihen si çaj me mjaltë. Një grusht me gjethe të thata të thërmuara të zjera në 250 ml ujë do të mjaftonte për një kup çaji. Tregoni kujdes. Lajini gjethet e rushit me ujë të bollshëm përpara përdorimit dhe tharjes. Nëse keni blerë gjethe e rushit të paketuara përpara përdorimit, i shplani mirë për të hequr kështu natriumin e tepërt, për të marrë përfitimet e tyre unike edhe për të përmirësuar organizmin. Përdorimi i gjettheve të rushit do të ketë ndikime pozitive për organizmin. Gjithashtu edhe vetë fruti i rrushit do t'i japë përfitime të mira për shëndetin e përgjithshëm. Ekspertët këshillojnë konsumin e rrushit vazhdimisht në dietën tuaj. Duke ditur edhe vlerat e rëndësishme që ai përmban, do të kthehet në një nga frutat e preferuar të Stinës dhe do të sjellë gjithashtu rezultatet e duhura në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e këtyre shqetësimeve. Nëse doni të përfitoni nga vlerat e rrushit, atëherë duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja të mira. Rrushi është rritur mbi tokë prej mira vitesh dhe i ka ardhur në ndihmë njerëzve, jo vetëm për ushqim, por edhe për shëndet.
Rrushi e gjejmë në varietete në madhësi dhe ngjyra të ndryshme. Rrushi i zi në veçanti dhe ai i kuq mund të jenë një element shumë i mirë i dietës suaj pasi janë të pasur me antioksidantë të cilët mbrojnë organizmin nga shumë probleme të ndryshme. Përposa antioksidantëve, rrushi i zi është i pasur me fiber, vitaminë dhe mineral. Në këtë video do të mësoni arsyet pse duhet të konsumoni sa më shpesh rrush në dietën tuaj. Ai ndihmon edhe në stabilizimin e niveleve të sheqerit te personat që nuk vuajnë nga diabeti. Antioksidantët e rrushit të zi përmirësojnë aftësinë e trupit për përdorimin e glukozës në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Për më tepër, rrushi ka nivele të ulta glicemike që ndikon në zbutjen e simptomave të diabetit. Rrushi i zi bën shumë më mirë shëndetit të zemrës. Antioksidantët e rrushit të zi luftojnë radikalet e lira të cilat shkaktojnë sëmundjen e zemër. Antioksidantët e rrushit të zi ndihmojnë në trajtimin e hipertensionit dhe inflamacionit, por edhe përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut. Ai do të përmirësojë shëndetin e trurit. Antioksidantët luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e trurit kundër luhatjeve të humorit dhe humbjes së kujtesës. Shëndeti juaj i syve do të përmirësohet ndjeshëm në këtë aspekt. Studimet kanë treguar se njerëzit që jetojnë në zonat e mesdheut kanë gjithashtu një rrezik më të ulët të problemeve të shëndetit të syve dhe mund të kenë ndikime të mira në mbrojtjen dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Nëse doni të përfitoni nga rrushi për një shëndet më të mirë të syve, atëherë duhet ta keni pjesë të dietave tuaja. Rrushi i zi gjithashtu është një mundësi shumë e mirë edhe për ato të cilët duan të kenë një gjumë më të shëndetshëm. Nëse doni të përmirësoni cilësinë tuaj të gjumit, atëherë rrushi duhet të jetë pjesë e pandare e dietës suaj. Gjithashtu, ndonse të kufizuara studimet tregojnë se rrushi është një zgjidhje shumë e mirë dhe ai veçantisht mund të jetë një zgjidhje shumë efektive për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni që të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të keni një gjumë më të shëndetshëm, atëherë rrushi duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja. Kështu, do të jap rezultate vërtet të mira në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Rrushi është një nga zgjidhjet më efektive në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve të tyre. Përfshirja e rrushit në dietën tuaj të përgjithshme do ta pasurojë atë me vitamina dhe minerale nga më të ndryshmet. Rrushi mund të konsumohet si në varietatin e tij të lëngshëm ashtu edhe atij të thatë, duke ndikuar gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë për cilësinë e jetës suaj. Një nga këshillat më të vëera që mund të jetë është edhe konsumi i rrushit në mënyrë të rregullt. Rrushi është një produkt ose një frut i pasur me antioksidantë të rëndësishëm, të cilët ndihmojnë në funksionen normale të zorëve dhe sjellin gjithashtu rezultate mjaft të mira në çdo aspekt, duke sjellë kështu edhe një mbrojtje më të mirë imunitare, në mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve dhe gjithashtu në sjelljen e rezultateve konkrete në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe mbajtjen larg të shqetësimeve të ngjashme. Ky frut përmban vitamina, minerale dhe kripra shumë të rëndësishme, të cilët luftojnë komplikacionet e trupit dhe sjellin gjithashtu një mburojtje të veçantë ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e këtyre shqetësimeve. Nëse doni të përfitoni nga konsumi i këtij fruti, atëherë duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja të përditshme. Rrushi është një zgjidhje shumë e mirë për ju, andaj asesi nuk duhet të mungojë në dietën tuaj, duke ditur edhe rëndësinë ushqyese mjaft të veçantë që ai përmban. Rrushi është një nga elementët më të mirë për organizmin dhe si i tillë duhet të ngelet deri në fund. Prandaj, nëse doni që të përmirësoni shëndetin, duhet ta keni pjesë të dietave tuaja çdo ditë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.